Në mars të vitit 1987, U2 publikuan albumin e tyre të pestë në radhë të titulluar The Joshua Tree. U2 janë një grup rock irlandez i formuar në Dublin në vitin 1976. Grupi i përbëhet nga Bono, vokal kryesor dhe kitarë ritmike, Age, kitarë kryesore, tastier dhe vokal mbështetës, Adam Clayton, kitarë bas dhe Larry Mullen Jr., bateri dhe perkusion. Fillimisht, i fokusuar në post-punk, stili muzikor i U2 ka evoluar gjatë gjithë karrierës së tyre. Megjithatë, ka ruajtur një cilësi himnike të ndërtuar mbi vokalin ekspresiv të Bonos dhe tinguit e kitarës të Age, të bazuara në efekte. Tekstet e Bonos, shpesh të zbukuruara me pikpamje shpirtërore, imazhet e krijuara nga shkrimtarët amerikan, veprat e të cilëve grupi kishte lexuar, fokusohen në tema personale dhe sociopolitike. Të njohur për performancat e tyre live, grupi ka organizuar disa turne gjatë karrierës së tyre. Për albumin e tyre të pestë, The Joshua Tree, grupi donte të ndërtonte mbi teksturat e The Uncomfortable Fire, po në vend të eksperimentet, kërkoi një tingull më të fortë brenda kufizinave të strukturave konvencionale të këngës. Shumë butime, duke e përfshirë Rolling Stone, kanë përmendur The Joshua Tree si një nga albumet më të mëdha të rockut. Joshua Tree ishte turneu i parë në të cilin grupi sodhi fitimet më të larta në Amerikën e Veriut.